Dhe kemi edhe shenjën e peshëve e fundit. Shenja e peshëve është një insektë shenjë ndryshueshme dhe ka një ndikim vërtet shumë të madh. Edhe pse në këtë moment e kemi nyjen veriore këtu, që domethënë kemi një fat vërtet më të madh se gjitha shenjat e tjera të ndryshueshme. Kjo do të jetë në kënd negativ me këtë hënë të plot. Që do të thotë, edhe pse ne e dim shumë mirë se ku duhet të shkojmë, në qoftë se nuk pranojmë të gjitha problemet, ose më themi nuk i zgjidhim të gjitha problemet që na dalin gjatë rrugës, nuk kemi të aftë për të zgjidhur më të themi, kjo mund të thotë edhe që do të ngelemi në vend, pra mund të kemi edhe një vonesë, një sforcim të kotë, ose një argjim energjie të kotë. Çfarë duhet të bëjmë në këtë moment? Duhet të strategjojmë, duhet të jemi strategjistë shumë të mirë. Duke qenë se kur sistemi të hedhë një hap, edhe ne të hedhim një hap. Pra, është pak a shumë mendoni se loj shau, domethënë. Për shenjën e peshëve është pikërisht ajo. Në këto momente çdo gjë që kanë mësuar duhet ta vënë në zbatim. Gjitha strategjitë që kanë mësuar deri tani, të gjithë mënyrën edhe të komunikimit, po ashtu edhe kufinë të shëndetit që kanë mësuar që të bëjnë deri tani, duhet të bëjnë në punë. Kjo është mënyra e vetme që ata t'ia dalin mban. Por, në qoftë se arrin që të ndalin mban, nga ana tjetër, ose më them nëse i përdoren siç duhet në këto momente dhe nuk lodhen, nuk i ngjet hatre me gjëra që janë të panevojshme, ose nuk fokusohen në ëndrrat e tyre, fillojnë që të ndrojnë në gjëra që janë pa kuptim dhe fokusohen tek momenti, tek realiteti, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje ku do të jetë? Gjë më e madhe dhe më e rëndësishme do të jetë rritja e tyre në karrierë, ku do të kemi një vlerësim shumë të madh. Do të jenë lidera, shenja e peshëve, këtë e përmenda në fillim, do të jenë lidera të vërtet, domethënë. Aty ku njerëzit do të mbështeten, si për të marrë këshilla, po ashtu edhe do të drejtohen kur ka nevojë për një figurë autoriteti. Shenja e peshëve është shenja ku pjesën e dytë të vitit do të jetë karakteri kryesor i gjithë këtij viti. Për këtë arsye, ky moment është shumë i rëndësishëm. Në qoftë se ata zgjedhin që siç e thash, të futen botën e tyre të ëndrave dhe të humbasin aty, automatikisht do të kthehen në një karakter të dogët. Por në qoftë se mbledhin dhe i përdorin gjitha gjërat që kanë mësuar deri tani, do të kthehen, do të përdorin, do të shndërrohen në potencialin e tyre të vërtetë, që është dhe karakteri i fortë, që është dhe karakteri i lider, i cili do të na ndihmojë të gjithë ne për të kaluar ose më them për të krijuar edhe një ambient edhe një shoqëri shumë më të shëndetshme. Një ndikim shumë më i rëndësishëm tashmë për shenjën e peshëve është edhe kalimi i Jupiterit tek shenja e Gaforës, i cili që sa periudhë është edhe në kënd pozitiv me Venusin, që ndodhet tek shenja e Demit. Kjo për shenjën e peshëve do të thënë një rritje vërtet shumë e madhe si në kreativitet, po ashtu fillimin e lidhjeve të reja, ku është ndikimi edhe më i madh, sepse jemi futur tashmë në fazën ku për shenjën e peshëve, sidomos ata që nuk kanë një lidhje, mund të gjejnë lidhje dhe janë shumë pozitive. Janë lidhje të cilat duhet të jenë jetën e tyre dhe do të ndihmojnë që të kryejnë, domethënë, edhe diçka të shëndetshme. Mund të kemi edhe linjën e fëmijëve e të tjerë. Pra, jemi në një fazë në përgjithësi pozitive tashmë.